Urinoni shpesh kur emocionoheni ose friksoheni, do habiteni pse ndodh kjo. Sa herë ju ka ndodhur që përpara një provimi ose një ngjarje të rëndësishme, t'ju kapin emocionet aq sa ju duket sikur bota ju shëmbet mbi krye dhe nuk e kontrolloni dot veten, dikush kafshon buzën, një tjetër ha thonjtë ose lëviz duart dhe këmbët. Por ju rrallëherë gjeni veten çdo 5 minuta në banjë. Urinimi është një proces fiziologjik gjatë të cilit eliminohen toksinat dhe lëngjet e panevojshme nga trupi i njeriut, por nëse urinoni më shpesh se ç'duhet, fajtorët për këtë janë ndryshimet hormonale. Kur jeni të emocionuar ose nervoz, çlirohen sasi të larta të adrenalinës dhe noradrenalinës, që ndikon në rritjen e rrjedhjes së gjakut në zemër. Ky presioni i ushtruar, njohur ndryshe me emrin presioni sistemik, ndikon në mënyrë të drejtpërdrejtë edhe në fshiksen e urinës, e cila kontraktohet. Si pasojë, muskuli i jashtëm unazor shpërthen duke nxjerrë jashtë gjithë urinën.